Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin informativ të orës 14 në Blu Televizion, ku do të njihemi së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Nisim me aktualitet. Turizmi dhe mjedisi, temat e diskutuara në takimin e parë të organit këshillimor pranë prefektit i Qarkut, të pranishëm drejtues institucionesh, intelektual dhe kontribues ndër vite nga shoqëria civile. Është zhvilluar në ambientet e prefekturës së Qarkut Vlorë takimi i parë i organit këshillimor pranë prefektit të Qarkut. Në fjalën e saj, prefektja e Qarkut të Vlorës Evisa Lushi konfirmon se në këtë mbledhje të parë kanë marrë pjesë drejtues institucionesh, intelektual dhe kontribues ndër vite nga shoqëria civile, ku së bashku janë ndarë ide, mendime dhe këshilla me fokus dy tematika, turizmin dhe mjedisin. Duke qenë në prag të sezonit turistik, ky takim sipas Allushit kishte për qëllim marrjen e masave dhe forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional. Të gjithë ata përfaqësues të pranishëm ditën e sotme kanë dhënë ide, mendime, këshilla lidhur me dy pikat kyçe të cilat ne menduam të trajtojmë në këtë mbledhje të parë, turizmi dhe mjedisi. Duke qenë sepse jemi në prag të sezonit turistik për të treja bashkitë turistike në Qarkun e Vlorës. Nga kjo mbledhje e parë, ne kemi marrë një sër këshillash të vyera prej gjitha këtyre personaliteteve të qytetit të Vlorës, ku së bashku me stafin e prefekturës do t'i integrojmë në planet tona të punës në mënyrë që të jemi sa më bashkëpunues, jo vetëm institucionalisht, por me të gjithë ato personalitete që kanë kontribuar në jetën social, kulturore, ekonomike, infrastrukturore e më gjerë të qytetit të Vlorës. Kreu i operatorëve turistik të Jugut Vasil Bedinaj në fjalën e tij thotë se të gjithë së bashku duhet të kemi ide të qarta se çfarë duhet bërë në vitin 2026. Bedinaj thekson se me 1 maj, në të mirë të turizmit, institucionet duhet të kenë një agjendë të qartë se si do të veprojnë gjatë sezonit veror. Sipas tij, punimet dhe projektet e ndryshme në qytet duhet të ndalen gjatë kësaj periudhe. Ai shton se duhet i përgjigjemi fluksit të turistëve, i cili ka nisur që në mars me një rritje prej 13% dhe pritet të vijojë gjatë majit dhe sezonit veror. Ne në 1 maj duhet ti kemi përfunduar dhe të kemi një agjendë se si do të shërbejmë në muajt e sezonit turistik. Punimet në infrastrukturë duhet përfundojnë në këtë datë. Punimet në ujësjellës duhet përfundojnë në këtë datë. Punimet përveç emergjencave, defekteve që mund të ndodhin spontanisht, është tjetër gjë, por punët me program, pra duhet të vendosim ne kur jemi gati ta fillojmë sezonin turistik si qytetar. Ju duhet të keni një informacion që nëse sot në Vlorë kemi 100 turistë, 99 janë të huaj. Këta turistët e prillit e të majit janë turistët që janë më të mirë se ata të sezonit verës. Pra janë turistët kulturor dhe janë ata që udhtojnë jo një herë në vit, por udhtojnë edhe 5 herë në vit. Disa nga institucionet mendojnë që sezoni turistik fillon në korrik. Ka kaluar ajo periudhë, nuk është më korriku, po është 1 maj, prilli, marsi, prilli. Ju si drejtues e këtij bordi duhet në bashkëpunim me të gjitha institucionet, të pastrimit, të ujësjellësit, të rrugët, të infrastruktura, transporti urban, të gjithë themi në datën 1 maj apo 15 kurdo që ta vendosni juve, ne duhet jemi vetëm në shërbim të turistit, jo në shërbim të defekteve apo të punëve publike që ka nisur dikur dhe kur do mbarojnë. Çfarë turizmi do flasim, çfarë punë të mira do bëjmë kur ne vazhdojmë në prill, kur do mbarojë ujësjellësi dhe mbas ujësjellësit kur do shtrojnë këto rrugët që janë bërë, i themi në vlonjat të çarçaf. Puna në turizëm është zinxhir. Ju si drejtues e këtij bordi duhet na paraqisni një plan të qartë, patjetër mendimin e gjithë secilit nga ne, themi që kjo është data që përfundon kjo punë, kjo është data që përfundon kjo punë dhe jemi të gjithë të angazhuar. Në rast se do të ecim me trendin dhe do t'i shikojmë gjërat pak më tutje, ky ishte edhe momenti që ne duhet të ishim më mirë për shkak të konfliktit që është në lindjen e mesme. Duhet të kishim përfituar qoftë edhe 2% nga kjo gjë. Po në moment që ne si operator turistik bëjmë marketing për një qytet, japim oferta, bëjmë rialokime, gjitha për të thithur të paktën 1 apo 2% të atij turizmi që kishte linjën e mesme për destinacion, ne jemi të tërhequr ku ta çojmë. Gjemon pompa në katin e 8 merr ujë nga pishina për furnizuar hotelin. Një histori, një tmerr gangren për gjithë ne si qytetarë atë parë, pastaj se biznes nuk u mbarua ndonjëherë ky problemi i ujësjellësit. Nga i voglitemi i madhi është operator turistik, ka një shërbim të caktuar. Pra ne duhem të dimë ku e fillojmë sezonin turistik. Mos të flasim pastaj transport urban, veturina, jemi data 22 sot dhe nuk janë mbyllur çështja e plazhit akoma. Vitin e kaluar kemi pasur një sezon fantastik.
për sa i përket rendit sigurisë trafikut e gjitha, patjetër që qytete turistike, jo Vlora, po kudo që të vesh në gjitha vendet e botës ka trafik në muajt e pikut. Thjesht eliminojmë pak ato uniformat në pikat ku hyn turisti. Intelektual të Vlorës, ish zyrtar të qytetit dhe kontribues ndër vite në fusha dhe profesione të ndryshme kanë dhënë ide dhe këshilla, por dhe kanë evidentuar problematikat që duhet të zgjidhen. Sipas tyre, fokusi duhet të jetë në disa drejtime, duke nisur nga pastrimi i qytetit, furnizimi me ujë të pishëm, garantimi i cilësisë së ushqimit, menaxhimi i qenëve ndacak, parkime në qytet si dhe menaxhimi dhe pastërtia në plazhe, por edhe organizimi i aktiviteteve. E do të propozoja që si ky bord mund të ketë një bord arkitektësh dhe artistësh. Po të numërosh sa pika ka për të parë në qytetin ton, janë vetëm pikat që ka bërë natyra. Turistët që vinë të mësojnë çka ka qenë Vlora. Vlora nuk ka toponim, nuk ka memorie, nuk ka fare. Vjen turisti dhe ikën, nuk shikojnë atje. Po këtu në Vlorë kanë ndodhur gjëra të mëdha. Tu kanë ardhur mbretër dhe perandor. Kanë shkelur që nga Qezari, që nga Princ Viti, ka ardhur në Vlorë Princ Viti në 14-ën. Edhe e duan njerëzit ta mësojnë. Tu mendohet të kalur ashtanji. Në rast parë, ndërmarrja ujësios kanalizimeve për mbylljen e gjithë punimeve që ka hapur se po bën lidhje me të gjitha rrugët e qytetit të Vlorës, për vendosjen e gjithë rrugëve, pjesë përbërëse e këtij programi dhe sintezat e 4 bashkive që kanë dalje në det që punojnë me Bregdetin. Duhet të ketë një plan që gjithë qyteti të ketë të mbushet me lule. Ka shumë vende që pemët janë tharë si janë bjellë. Rivitalizimi i disa objekteve që kemi, apo godinave që kemi. Më zhduke e çuditshme gjithkohës ku zona muzeale e Moradies u vlerësua dhe u financua nga Fondi Amerikan i Zhvillimit dhe aty u la vetëm ndërtesa e muzeut tonë etnografik, që është nga godinat më unikale në jo vetëm qytet, por në gjithë Shqipërinë. Rektoria e Universitetit të Vlorës Ismail Qemali Aurela Saliaj thekson se duhet të kryhet diversifikimi i ofertës turistike. Sipas saj, edhe të rinj duhet të kenë mundësi të japin kontributin e tyre në fusha dhe aktivitetet të ndryshme në qytet. Saliaj vendos theksin te krijimi një pakete të plot ku institucionet duhet të shpalosin vlerat që ka Vlora në çdo stin, duke filluar nga atraksionet turistike te monumentet e kulturës dhe sitet arkeologjike. Diversifikimi i ofertës turistike në Vlorë. Çfarë ofron për turistët Vlora, ndërkohë që ka shumë potenciale se çfarë mund të ofrojë. Aktualisht ofron kulinarin, detin dhe diçka nga jeta e natës, besoj tek argëtimi. Ndërkohë që neve kemi shumë resurse, kemi shumë histori. Territori i Vlorës, aq histori sa ka territori i Vlorës nuk ka asnjë pëllum vendi tjetër në gjithë Shqipërinë. Dhe është një histori të cilën jo vetëm duhet ta reklamojmë dhe duhet t'u përcjellim brezave të rinj që po vinë, por duhet ta përdorim edhe si aset turistik, sepse është jashtëzakonisht shumë interesante. Nëse tregohet në mënyrën e duhur edhe për të huajt që vinë dhe vizitojnë për Shqipërinë. Kemi pika arkeologjike pafund që janë të njohura, po edhe shumë edhe pak të njohura, kemi shumë që janë pak të njohura dhe akoma më shumë që janë pak të kuruara. Nën kryetaria e Bashkisë së Vlorës, Irena Toshkallari sqaron gjatë takimit se ka nisur puna për ndërtimin e disa parkimeve në qytet. Sipas saj ka kaluar edhe vendimi për strehimin e kafshëve. Toshkallari shton se do të ketë dëgjesa publike për menaxhimin e mbetjeve urbane, ndërsa po përgatitet plani për kapsulimin e fushës së mbetjeve. Ajo thekson gjithashtu se për herë të parë është gati një aplikacion që do të tregojë të gjitha resurset e qytetit. Bashkia e ka hartuar planin e masave të saj. Për sa i përket menaxhimit të mbetjeve, do të realizohet shpërthirrja publike për dëgjes publike për oraret në të cilat do të përcaktohen për menaxhimin e mbetjeve dhe hedhjen e mbetjeve si nga bizneset edhe nga qytetarët. Bashkia për herë të parë po përcakton 4 sheshe që do të jenë vend parkime me një kapacitet diku tek 1000 vend parkime të dedikuara për qytetarët, për vend parkimet me pagesë në 4 sheshe të ndryshme, duke filluar tek shkolla e Marinës, tek sheshi pas Lullomares, pranë stadiumit dhe njëkohësisht në plazhin e vjetër. Për herë të parë njëkohësisht kemi ndërtuar një aplikacion i cili do të krijojë mundësi vizitorëve që të gjejnë jo vetëm pikat turistike, por këtu do të integrojmë dhe idenë e profesorit Agim Mahamataj për të vendosur dhe toponimet përkatëse për të identifikuar ato vende të cilat kanë memorie historike për qytetin dhe janë të rëndësishme për qytetarët. Në këtë takim ishin të pranishëm përfaqësues institucionesh dhe intelektual nga qyteti i Vlorës, ndërsa pritet që takimet e ngjashme të zhvillohen në vijim në 7 bashkitë e qarkut.
2 godina 8 katëshe në zonën e ish frigoriferit, edhe pse kanë kaluar më shumë se 3 vite, ende nuk janë ndërtuar. Pallatet 8 katëshe janë ndërtuar në 80% të tyre, ndërsa të dyja firmat zbatuese njëra pas tjetrës kanë braktisur punimet. Bëhet fjalë për banesa sociale me kosto të ulët dhe pezullimi lë qindra familje në pritje. Megjithse kanë kaluar më shumë se 3 vite 2 godinat e banimit 8 katëshe në zonën e ish frigoriferit në Vlorë, ende nuk janë ndërtuar. Afati përfundimtar që këto godina banimit duhet ishin ndërtuar ishte fillimi i vitit 2023, por ende asgjë nuk është bërë. Pallatet 8 katëshe janë ndërtuar në 80% të tyre, por ende nuk kanë përfunduar. Në të dyja godinat e banimit ka ende shumë punë për të bërë. Firma e dytë e cila fitoi tenderin për përfundimin e këtij projekti ka pezulluar sërish prej muajsh punimet, duke lënë çdo gjë pezull dhe duke u larguar. Ndërkohë që qindra familje presin përfundimin e projektit. Prej më tepër se 3 vitesh, me qindra familje të cilat janë të pastreja, ata të cilët i janë shembur pronat, çiftet e reja, banorë të Vlorës, në ndihmë ekonomike e të tjerë, po presin me padurim për të parë nëse enti kombëtar i banesave do t'ja dalë që më në fund të ndërtojë 2 godinat e banimit 8 katëshe, të cilat janë në zonën e ish frigoriferit. Një projekt ky i pezulluar tashmë prej 3 vitesh dhe siç mund ta ndiqni nga pamjet pa shpinës time, duket që godinat kanë ende shumë punë për të bërë. Në vitin 2022 nisi për herë të parë puna me afat rreth 1 vit për përfundimin e godinave 8 katëshe të banimit, të cilat do të ushtoheshin 2 pallateve të tjerë të ndërtuara në zonë. Firma e cila fitoi tenderin pas 2 vitesh nga nisja e punimeve u dorëzua, më pas kërkoi një kosto më të lartë për përfundimin e projektit, pasi ishte rritur çmimi i materialeve të ndërtimit dhe nuk e përfundonte dot me atë kosto. Enti kombëtar i banesave shkëputi kontratën me të. Disa muaj më pas një tjetër firmë mori përsipër përfundimin e punimeve, por edhe ajo brenda vetëm 2 muajve punë braktisi projektin. Ndërkohë në 2 godinat 8 katëshe të banimit nuk kanë përfunduar lidhja e sistemit elektrik dhe furnizimi me ujë të pishëm. Godinat 8 katëshe janë ndërtuar si strukturë, por vetëm kaq. Ende duhet të plotësohen me 2 ere dritare shumë prej banesave, ndërkohë që shumë punë ka dhe për rehabilitimin e territorit. Kujtojmë që këto banesa jepen me kosto të ulët nëpërmjet kredive me 6% interes që paguhet 3% nga përfituesit dhe 3% nga Bashkia Vlorë. Banesat jepen për një kategori familjesh si çiftet e rinj të pastrehet, përfituesit e kempit dhe ndihmës ekonomike, komunitetin rom dhe egjiptian, si dhe të shpronësuarit. Kryeministri Edi Rama është takuar sot me homologun grek gjatë vizitës për marrjen pjesë në forumin ekonomik në Delhi. Sipas Ramës, të dy qeverit po punojnë për kapërcimin përfundimtar të gjitha çështjeve të mbartura mes dy shteteve. Kryeministri Edi Rama është takuar me homologun grek Kyriakos Mitsotakis gjatë vizitës për marrjen pjesë në forumin ekonomik të Delhi. Rama shkruan se të dy qeverit po punojnë për kapërcimin përfundimtar të gjitha çështjeve të mbartura mes dy shteteve për të dalë nga ky vit me një marrëveshje të re partneriteti strategjik. Me kryeministrin e Greqisë shkruan në kryeministri Rama na lidh një miqësi e posaçme farktuar në rrugën e përbashkët të ambicies për të modernizuar vendet tona dhe për të ngritur marrëdhëniet shqiptaro-greke në një nivel të ri. Përgjatë kësaj rruge, jo vetëm momentet më të mira, por dhe ato më të vështirat janë karakterizuar gjithnjë nga komunikimi plot respekt dhe padorashka, ndërkohë që po punojmë për kapërcimin përfundimtar të gjitha çështjeve të mbartura mes dy shteteve për të dalë nga ky vit me një marrëveshje të re partneriteti strategjik. Bordi i transparencës ka ndryshuar sërish çmimet e karburanteve, ndërsa nafta dhe benzina kanë shënuar rritje. Çmimet e caktuara nga bordi hynë në fuqi sot në datë 22 ora 12:30. Do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Bordi i transparencës ka ndryshuar sërish çmimet e karburanteve në vend. Çmimi i shitjes me pakicë nën produktit gazoil i standardit SSH ENO 590 do të jetë jo më shumë se 202 lek për litër, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 190 lek për litër. Çmimi i shitjes me pakicë nën produktit të benzinë e standardit SSH ENO do të jetë jo më shumë se 176 lek për litër, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 164 lek për litër. Çmimet e caktuara nga bordi hynë në fuqi prej kësaj të mërkure të 22 prillit nga ora 12:30, ndërsa do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku edhe do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Sa kaq bordi thekson se do të tërheqë vëmendjen e çdo operatori të shitjes me shumicë
si dhe pakicë të nën produkteve të naftës, mbi detyrimin e zbatimit të këtyre vendimeve. Në rast të shkeljeve të konstatuara nga operatorë të ndryshëm, do të vendoset edhe pezullimi i aktivitetit të tyre tregtar. Disa të rinj janë konfliktuar në qendër të Vlorës, ku 2 prej tyre mbetën të plagosur me thikë dhe ndodhen në gjendje kritike. Ngjarja ka ndodhur në bulevardin Ismail Qemali, një ditë më parë, ndërsa dyshohet se në sherr janë përfshirë disa të rinj, të cilët kanë përdorur thika dhe sende të forta. Si pasojë e dhunës, 2 persona kanë mbetur të plagosur rënd në kokë dhe trup. Sipas policisë, të 2 të rinjt janë tashmë të identifikuar, ndërsa ndodhen në spitalin e Vlorës me plagë në fytyrë dhe në trup. Forcat e policisë të mbritura me një në vend ngjarje kanë nisur hetimet për zbardhjen e plotë rrethanave, si dhe identifikimin e të gjithë personave të përfshirë. Ende nuk dihen shkaqet që çuan në përshkallëzimin e dhunës mes të rinjve. Të nderuar shikues, kjo ishte dhe gjithçka e përgatitur për edicionin informativ këtu në Blu Televizion. Bashkë mirupafshim.